bashkësimit. Ju më vëlla s'ka lidhje fare. Kështu që ti merr këtë gjë që unë mundova edhe ajo. Po ta them dhe Unë herë. të paktën qëllimi im ishte që ju të përqafohesh. Unë nuk jam 10 vjeç. Ti jap një përqafim. Vini u baste, hajde japim një përqafim. Nuk ishte Po, dhe po ja hoqë lendën ti, do përqafohesh. Unë thash aty, s'ka marrë në radio më përqafu. Përqafimi kur ta ndjej ta japi. Unë mendoj që ti nuk do të merresh me mënyrën se si. Edhe se u çova në kam, gjëja, u çova për mos me ju ofendu, por mendoj që rëndësi do të ketë përqafimi. Jo, unë u çova në kam, por prap nuk erdha me të përqafu, se s'ke Jo, mos ishte çu fare, atë përgjigje që thash në fillim do ta kishe thënë ti. Ha? Po një thash. Po prapë, jo hoqë lendë se hoqë lendë, shoqëro hoqë lendë. O Mateo, mos e merr për të keq një gjë që ke fani, apo kupton se të marr shumë. Për mua s'ishte fani fare. Po ishte një gjë thjesht fani që ndeshta mja ishte në Kristi. Kristi bani thjesht për me pa i përqafim mes nesh. Po pra, nëse doni vini këto baste fani, bëni njëri tjetrin kur s'jam unë. Shifi sekond, unë nuk erdha me përqafim. A erdha ti për të përqafuar? Mos u çon kon fare pra, ta thash një kur jam unë, jo. Kur jeni të dy, vini baste ç'a doni. Mateo, jetë e marr shumë kështu pa arsye, se kërkush nuk ka as të fut lojë as kush na para te diskutuam me qenë me të fut lojë se kështu diskutu para te. Shif, a di si që ka qenë gjitha gjëja, për që sekund, si që ka qenë gjitha gjëja. Ishim aty me Kristin edhe një bëna Kristit, ta shif, ta shaj, bojna një gjoston që zdi sa ja kam ish një arlin të Kristit edhe kam ndish gjithmonë, në më thonë vazhdimisht m'ja heq për aplintën, dhe Kristin nuk e ka heq, tash Kristit, tash, ti mundesh me qenë se jemi të dy aty, me ma bom unë një pytje, tash një pytje që adin na i farë pytje të fort, edhe unë thëmë që se do me të përgjigjë kësaj pytjes, adin i qelentën, edhe Kristim tha, jo tha, nuk do them pytjes, apo do them një përqafim, tash okej, në regull, adin. Një dhe shumë bërë. Po, priti sekund, edhe tash, momentin që na kem aty, edhe Kristi tha, jo ta, unë pa një përqafim, por nuk qëva në kamë dhe pash që kjo një sikletë, dhe adin nuk shkova me përqafu, se isha në sikletë dhe për vete, dhe tash, okej, Kristi, faleminderit që e bane, të regove që e bane për një gjë, për na deshmuneve që kisha me na patu na përqafu, por që na nuk pënjina në këtë moment dhe kaq, nuk e kaq e madhe për ta bërë madhe, adin. Këtë thjesht, as për të fund lojë se, na kur ishtë në publicitet na dhe ty të regum, nuk është të futëm loja, kuptan? Po pra, po unë përqafoj me bastet që bëjnë këto. Po nuk është bastëre. Po jo më shok, ta thash njerë, vini bast me njëni tjetër, doni me bogallat, bëni ku jeni me njëni tjetër. Bast, mund të merret si bast. Me bastet që bëjnë këto, unë ta shpjegova se si ka qenë dhe ti vazhdo tu me bastet që ka bëjnë këto. Viu ti në situatën time edhe jepi përgjigje vetes. Viu herë në situatën time edhe jepi përgjigje vetes, mos e shih për herë nga jote. Jam të tonë që ka qenë një gjë shumë fani. Vendosu një herë. Po mirë në regull, unë a afrova ke ty me të përshafu fejka në gjë jo, nuk afrova. Unë qova veç për mos me jo aprish juve. Po mirë në regull, po unë nuk afrova për me të përshafu. Nuk kam nevojë thash më dhënë përqafime ku, thash kur tani ta japi. Fejka, kuptan. Nuk u afrova unë për të përshafu, ke një gjë, për merë... Keni bërë një hap drejt njëri tjetrit dhe u diskutuat më përpara kësaj gjës. Po jo, për merë shumë... Se nuk u diskutuat më përpara kjo gjë. Dhe ti e ke parë ndryshe brikenën. Se nuk e merë qëllimin që do të ndodhi. Unë dhe unë tha shumë qartë. A mund të kemë dhe unë një kërkesë për ju, cila kërkesë? Keni një përqafim me njëri tjetrin dhe kjo më thotë.